Të dashur shikues, që vetë ka pak më parë, këtë fundjavë po e fillojmë me një bisedë në studio, ku është shumë kënaqësi gjithmonë se kemi të ftuar Lora Braha sot bashkë me neve. Mirë se erdhe, shumë kënaqësi të kemi sot në studio. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Si po ecin këto ditë për ty, po shpresojmë që je mirë me shëndet. Tu rikuperon, tu e marrë vetën, tu forcush dita ditës. Mirë, që atë kam. Fatmirësisht, je një person që gjithmonë sjell energji pozitive, kudo që je, pavarësisht gjithandërta gjërave që... Këtë pjesë më ta vërtetu është kohëve të fundit, do me thonë me rastin e aksidentit që e pata, sinqerisht, nuk më shkon mendja për kes, do me thonë veç për mirë edhe që shtot e kalova. Për ndryshe kisha patë shumë problem me menaxhuar pjesë. Qofte kaluar edhe njëherë, po mundesh ndoshta edhe për ata që s'kan mujt shumë me e pa se qka pikrisht ka ndodhë, qëfar aksidente u përballë Lora? Realisht në kuzhinë në shpe, do me thonë, ka qenë ditë e djela dhe në mëngjes u zova dhe koha për kafe, edhe kush dashti qaj dhe kush kafe, atëherë vendosa t'i marrë disa filxona që nuk i kisha përdorë bukërmate. Dhe kur mora me mi marrë, thash hajt një kosisht edhe të pastroj atë pjesë, se është pjesë që nuk e frekuentoj shumë shpesh, po. Edhe veç e këthina nga trapezaria e marrë karikën edhe vendosi se nuk i mriva. Edhe hypa mbi karik, leq hypa mbi karik edhe s'mita mi marrë, po hype mi pult. Do me thonë edhe një shkallë ma lartë. Kreti kryva, i mora, i fshiva, e pastrova vendin kret, edhe kur marrë me zbrit, në vend si ta që s'kame në vendin e duar në karik, ja hika vetit karikën, e qita në cep ku pështetësh. Edhe unë e pash që për zona, po ishte problemi që nuk isha ku me reagun. U kapa për dolapi, po së mbajti dora se krit pesha, më të regu graviteti. Edhe aty e majnë mene ku më rujt kokën, sepse ishte edhe isha të vlu uj për qaj. Do me thonë ishte edhe një rrezik tjetër mu përvlu. E di që ju kom rujt që asaj pjesë, atë sa ku mujt me menaxhu, edhe kokën nuk e kom godit prej pjesës tjetër të kuzhinës. Por që kur urdzova, nuk kom pa dhe nuk kom mujt frimarën, kom batë shumë problem. Atëherë ka rrit Arbeni se ishëm shpe, fëmija ishin gjumë, edhe di që më ka thonë lëviz veç kom ta di, edhe po e di e kom lëviz, por e kisha shumë problem me pa, ku është, po e ndëgjesha me zë dhe frimarën me që deri në fund. Atëherë këmë përfundu në emergjenca edhe të gjithë atë që unë e kisha nevoj dhe pam në CT që i kam thy 2 unaza dhe 2 të tjera i kam të qarë. Pas dikon 5 minuta këmë fillu me pa, me syrin e djatë, po me syrin e maj, dikon deri në 8 mbrëmjes kam pa vetëm blur. Do me thonë, më ka bu shumë nervoz, i mbaj isha sytë mbyllën për shkak që unë nuk më isha mi fokusu objektet ose gjërat që unë e do isha mi pa. Pasaj këmë përfundu me kontrolat të vazhdushme, që më tha regjim shtrati, u dash më mobilizu me këtë korset të hekurit për mos të vendosur në alqi, në gips, në gjuhë popullore. Dhe kështu dash të jam strikte në atë që më tha mjeku për të rikuperuar në mënyrë maksimale. Po e gjitha kjo ka ndodhë me 5 tetor, që unë e deri në 10 orë nuk kam mujt as me dalë nga shtëpia në përjashtim vizitave mjekësore. Për ndrysh, mos duk si kur t'jem në Covid e izolume, por në Covid këm mujt me his në përbanez dhe për me dalë, aty jo, kam ushdash të jem në regjim shtrati. Po shkan rikuperimi mirë, po besoj? Po mirë, në këtë rast du mi falenderu edhe personat që janë të marrë me mu me fizioterapi, Amirin, Lenën edhe Oltën që më kanë ndihmu shumë, sidomos në ecje. Kam përparu shumë në ecje, do me thënë në lëvizjet që i bëj, dhe në frimarje, sepse kom patë shumë problem me patë frimarjen e thellë. Për arsyet goditjes brive, nuk i kam qa, po kanë qenë traume gjithë trupit, që unë kur i thesha mjekot, të lutë nga shqyqoje se unë e kam shumë problem në zonën e poshtme të anës së djatë, po unë e di që kur ju mra ju më godit në atë pjesë, edhe unë e kom dyshu që i kam të qame edhe në i bri, po jo, po për shkak traumes dhe goditjes që i kam patë. Në ato qaste, do me thonë, mu më shkak të keni dhimbje shumë e madhe, e mbranshme, që unë nuk më isha frimaren me që deri në fund.
por që me fizioterapi, në bashkëpunim me këta tre, do me thonë ku më arrit edhe tash e kam frimarjen pothuajse të plot, pa probleme. Po, për më shumë se 2 muaj 3, për shkak që përmende që në tetor ka ndodhur fatkeqësisht aksidenti, pastaj deri në dhjetor ke qenë pa aktivitet. Një person që u mësu gjatë gjithë ditës me qenë aktive, me punë, me fëmijë, me gjithçka. Për ata e cika që sinqerisht për shkak që jam njeri që kam qef me folë dhe me qish shumë më marrë me ato batutat edhe ato gjanat, e kum kalu dhe këtë pjesë shumë me sportivitet. Do me thonë, asnjëherë nuk kum ka shkumenja me thonë, o zët që am dodhe. Ama gjithmonë kum thonë, o zët falimderit, që one, po moj me menagju këtë pjesë edhe ka përfundu me kaq. Do me thonë, ajo s'kish përfundu, se une isha të marrë me atë pjesë, po si do që tjetë, ishte pjesë që ishte në menagjim. Mjeku ma tha shumë sinqerisht, ajo 99% të rasteve të cilat përfundojnë në karrocë. Kështu që tha ti kur bosh shumë nervoz me këtë pjesë, mendoje që ke mujt mos me ecë në jetën tënde mo, tha dhe merre me shumë sportivitet. I tha shumë, une puquditna me mendjen tam, me ato që ka une pendi, që nuk po ma përthekon truni që unë ku mujt me përfundu që atë. Dhe si duket kjo, po ma bën me kalu shumë alet. Në anën tjetër jënë sill shumë edhe familjar, jënë marrë shumë e mu, më vjen shumë keq se i kom shqetësu të gjithë të unis familjen timet ngushtë dhe të tjerët për rreth, por që fillimet kanë qenë shumë të rëna për arsye se une e kom pat probleme dhe telefone me mbajt në dorë, ujë me pi, do me thonë thjesht, kam qenë një fëmijë i cili duhet të gjithë mbikëqyrja vetëm në trupin e rritën. Do me thonë, s'po di se si merrem blaksu të gjithë këngjarja. Pastaj në 10 orë, doktori më thotë që tash muna të lëvizi për arsye sepse dalja dhe komunikimi me njerëzit më bën mirë. Kam fillu me punu edhe me gjysmë orare të puna, do me thonë, tash jam në këtë pjesë, në këtë fazë, por që i kam të ndaluara taket, i kam të ndaluara disa gjana që nuk mundëm ti frekuentoj akuma. Dhe po i përmbahem rregullet. Përveç rrezikut shumë të madh që ka qenë fatmirësisht është te i kalu, po edhe pjesa e gjendjes emocionale je mundu me trajtu në mënyrën më të mirë, me sportivitet si që ceke, me energji pozitive, gjithmonë duke e mendu vetëm pjesën që tashmë fatmirësisht e mirë. Aten si, one kum qesh shumë, jo kur urzu dikosh, se kur urzu dikosh ju mundu mi ndihmu, edhe pas ta jemi ullë kemi qesh shumë. Edhe unë edhe në rrjetet sociale, kur kum pa diçka që urzu dikush, ju kum dërgu personave, ata të cilët nuk i kam pikdop rrëzimet. Sepse tash unë nuk më i pa. Unë nëse isha, unë kam fobi, po, edhe i kaloj ose më nxejt kitë trupe, nuk më i pa. Tash jam fazë tjetër. Mirë po jam kohë në asi personi që kum qesh. Edhe kur isha në emergjencë, kur vishen mjek të her pas here me pa se e pata problemin që nuk pa isha dhe kisha një kokëdhëmbje që ishim në pritje nëse nuk më dalit kokëdhëmbja me bo edhe një cetit të kokës. Kur vishen edhe bisedishin diqka mu qeshke. Do me thonë, edhe në ato momente isha mu qeshke se qysh qohet njeri pi gjumit. I lonë sytë edhe përfundan thëja, do me thonë, edhe jetë që në gjendje, mu më do këtë diqka shumë e qëdiqme dhe pak kuptushme për trunin ta. Edhe më thaj ke mjeku shumë mirë, me që ke marrë që shtot, ki me galu shumë letër i pa merak. Por që eron të ishte sa të thush, nuk është që kumë pat njëherë e di që unë bosh shumë nërvaz, kanë qenë mas 7 jave, se më nëshme marrë me men për gati 3 mujdetu nësë këmë guzoft me ra asë në shpinë, do me thonë, on kranë e majtë, on kranë e djatë. Pastaj i nisha dhëdhim të tjera, ishte shumë e vështirë me menagju këtë pjesë, edhe kur i nisha këtë dhëdhim të edhe gjitho 15 minuta të ndru kra, edhe tash më nëshme marrë me men të ndru qëfar dhimt prej unazave të thyne, kur jëmë poshtë atë jave, di që jëmë bë nërvazët aty këmë vendose, këmë postu. Atëherë e di që e kom përgatit edhe vetëm psikikisht që kam e patë shumë pytje edhe komentet në VM. Mirë po shumë më kam pytë që kam patë rast si timen, për të cilët kanë marrë mendime, ku jam të trajtu dhe ku me viju edhe ata. Po që mirë, tani jam të e menagju, jam të hecë hapave ma letë, ku më duket si një hëndër e keqe. Prejo, simpake edhe për këtë pjesën e
bukur që tregove gjithmonë një mundu me energji pozitive, me kalu jetën, me u fokusu tek momentet e bukurat. Kthehemi pak pas në kohë. Si e kujton atë pjesën e fëmirisë, Lora, sa ka qenë një fëmiri e lumtur ato momente? Unë në shpetimen jam fëmija ma i vogël. Tash më nësh me marrë me men, më të thonë me lastunja nuk është që ju më konë, po ju më konë ajo që ku më folë ma shumë edhe, si di, nëse rri serios unë nuk më, ju më shpenzon shumë edhe unë bëm fort nervoz. Kështu që unë e zgjedhe me marrë ato që ka jam vetvetja dhe kaloj kohën që ashtu, sepse jam asi tipe ose asi karaktere. Si fëmiri e majnë men, do me thonë ato momentet e bukra, të lujt me kukla, flasë kretë kohën para se me u regjistru në shkollë në klasë të parë, me disa vajza aty të lagjes të cilat i kemi patë në gjenerat, ku i kemi 6 mujë, ndoshta 7 mes njëra tjetrës, dhe kemi lujt, po që gjithmonë ana ka thonë, adin e në shpe, në barë, lune, adin që mësë rridne në rrugë. Do me thonë, kërkesa e nanës ka qenë gjithmonë me lujt në ambiente të shtëpisë. U bori ka qenë mjafti madhë, ambiente shpe ka patë mjaftushëm dhe jemi koordinu her ato të unë, her unë të ato. Mandi, kur filloj mësimi shkolla, kemi patë një ritëm tjetër, unë e kumë patë shkollën bukur largë, sepse vendi ku unë jetoja në Suadol, unë familjarët e mi vendosën më regjistru në shkollë në Mitrovic, do me thonë në qytet, për shkak arsimimit të më mirë. Atëherë ishte një rrugë bukur e gjatë, po edhe gjatë rrugtimit me shoqe ato të folërat të qeshurat, po edhe mësimet i kemi përsërit gjatë rrugës dirisa kemi mëri në shkollë. Do me thonë, nëse kemi patë vjersha, në kohën time i kemi mësu vjershat përmash, sepse tash nuk është që me kurikurin e rej nuk preferohet. I kemi testu njëra tjetërën, a i kemi mësu mirë vjershën përmash dirisa kemi arrit në shkollë. Mandej, se vogla e shpis, i kumë patë ato benefitet e mija që e kumë shiju, se krejt problematika tjera i kam prit këta matë më thaj. Kështu që unë ju më kona ajo që, ose jo me bo shirën atë kuptim, po me full pa dorza dhe pa mendu shumë që ka jam të ju thonë. Po, si më e vogla, gjithmonë ke pas edhe atë mbështetjen për krajen edhe të familjes, të motrave, krejt, dhe thotë, keni qenë një. Kryesisht janë marrë shumë motrat edhe vllezërit. Për shembull, motra me Muavja ka qenë në marrëdhënie pune në spital. Edhe për shembull e mbajnë mend kur u qesha pi gjumit, i kum patë rrobat e balume që tu kthy, mi ka ble, domethënë, tu fillu pi sandalleve, minifundet, këmishat, domethënë, unë veç i pajsha besa mësun ke sa u qesha me nxjese që qesha vene. A mi kanë lona jo. Mandej është edhe pjesa ku Miria e ka frekuentu shumë Evropën edhe sa ka arë, sinqerisht, kam qenë shumë e privilegjume në këtë pjesë që jënësil pritë e marë se pimarim Lorës. Në anën tjetër vllaznit unë kanë ndihmu shumë se unë e si me e vogël edhe rrugtime deri te shkolla, që po të qojmë, më sta mbaj qantën, që jemi na, a jeni me shku, po dalim bashkë, dhe me thonë, edhe ato muhabetet tona, por të e patë parasysh që ishëm disa shoqe të lagjes, vllazërit hecrën para, me çanta tona në krah, edhe na i kishëm muhabetet tona, qoftë rreth mësimit, qoftë rreth lojrave, ose qoftë edhe aty në planeve, sa ori kiti, unë i kam 5. Unë e 4, okej, kur të kthehemi, pasi të pushojmë hajmë drejk, se ishëm gjithmonë pas dite, takomi i bujmë detyrat bashkë. Do me thonë, e kemi patë një ritëm të tillë. Ka njerë nuk është që su mungojnë se jena mësu vetëm e vetura, edhe nuk po hecim shumë pak. U mungon kjo pjesë. Nështë ta kur dal ka njerë me fëmijë dhe hecim para se si kemi edhe trotuarët, ku me disa për me ecë, unë duket si korone në kohën kur ishim me shoqet e mija. Janë tash ndër momentet më të bukura që ju kujton gjithmonë, së mos atë pjesën e shkollës fillore që e përmende. Vetën të fëmijën e mi, për shembull, unë e shoh djali lund deri në orë të vona me sone, ku më lujt edhe unë kina pat Nintendo. O deri në mëngjes kemi lujt, jemi mbledh fëmijë dajës, tesës. Do me thonë, o e kum nalë sonin, e kum marrë qantën, i kum la sytë dhe më bu gati më shku në shkollë. Kjo është në shkollën e mesme, kur ne kemi qenë në mëngjes. Shpesh i thëmë edhe vajzës, i thëmë sa shumë i shoh gjanat edhe ju lejoj me bo se i kum bo vetë. Edhe e di që është një fazë deri sa ju të ngopni me qara. Në momentin që ju ngopni dhe ju merr jeta për para, qoftë me mësime dhe studimet e tjera, edhe unë më të lutë me tonë, hajde pullum bashkë, kimë më tonë, jo se nuk kam kohë.
Kështu që shijone, kënaquni për momentin sa jeni më të lirë. Kush ka tipare më të njëjta nga fëmijët? Se di, të dytë shot diçka që ka tamën, po dhe të arbenet. Për shambull, Elona e ka që nëse e shet që dikush ja ka bu një të keqen, nuk i thët kur gjë, tërhiqet, ama nuk ja fal asnjëherë. Do me thonë, e manë shumë distancë edhe nuk ja fal asnjëherë. Për shambull, edhe unë e tërhiqna, nëse s'është momenti edhe nuk ja kam përbërsh me jap ose me thonë prit se ki shumë gabim, për deri sa s'pe vren gabimin kush bo, edhe unë e tërhiqna dhe lo me mendimet e veta. Qa ti bëjën e tash? Ajo është njeri i rritun edhe së një ndrej mendimet. Te djali isha këto vetit e lojrave, vetit e komunikimet, do shaka që i bënë si une, besa mi merë shprejit e mija shumë, do me thonë kur i thamone, po shiash, a vërën e thë, kana e lodhë, thët, po, i thamë po shiash, ta shumë kur këthena për i punës, më thëmë, mama e lodhë, i thamone, po se keni ditë e ronë, vala, diçka, ose koha, ose s'pedi, po shiash, do me thonë, po, do me thonë, i marrin ato gjana, po që shua dhe të tjera që i sjelen me shoqërinë e vetë që rinë, qoftë në shkollë, qoftë Elona me kolege fakulteti, do me thonë, nuk është që nuk i vrej edhe ato. Kam qef ka njerë mu ma pru shoqërinë shpe, se kam qef me pa me kam përrinë, ma betin që përbojnë, shumë jam interesu në si gjindën ata në shoqërinë e tyre. Sa janë të inkorporun në muhabete, sa e bojnë muhabetin pa e lëndu, se në shoqëri edhe në familje është gjithqysh, ama dhe në shoqëri është shumë mirë me bu një muhabet pa e lëndu njën i tjetëren. Nëse ja thot me seriozitet, ose nëse one ty ka me thonë diqka të te që mu po të shoj që nuk po të shkan, one të thire dhe tullit tamë, dhe gja, one mu syni jam po ma vron këto, analizoje sheja. A është ma mirë, apo qka po tanë? Do me thonë, këtë pjesë kam qef me pa të fëmija mi, a e kanë arrit, apo janë të e bo një muhabet në shoqëri edhe përshojnë kunja këtë e këtë, edhe nëse ti të vjen shpe, qysh ke kalu, isha me këta, po jonaj muhabet i mirë felt. A vëden, do me thonë, unë e se shiaj që shtot. Unë e shiaj nëse dalë me shoqëni, me kolege, me këndo qoftë, folim qeshim, pa dorza, pa kunja. Nëse kena me analizu diçka bjenë muhabeti, po javëm së cëla mendimet e njëna tjetrës, po së është e do mësë dëshme me i thonë, ose që unë e kam me drejt, ose ajo tjetra. Por që të kena një muhabet, i shëndor që unë e kur të këthena në shpe, di që mu nuk ma ta kërkosh me naj tendencë nervozizme, ose naj san tjetër. Po, në atë periud, cilat kanë qenë ato pasionet e Lorës, që ndoshta të ardhmë vetë se i ke realizu, apo janë shëndru në profesion, ke pas ndo një pasion që të përcil edhe sot? Shqyqa, tash, jeta jam kaptina ime, do me thonë, dohet në atë periudën para luftë pas luftës, sepse na u ka bu si një kufi i jetës tonë, dhe sepse para luftës kemi qenë shumë pak të zhvillum, dhe pas luftës në zhvillim e sipër, do me thonë, shumë sinota me ditë. Pasaj dhe periuda para Covid dhe pas Covid. Gjatë periudës para luftës, kam frekuentu shumë Evropën, diasporan, sepse vetë profesionin a ka lidh me t'jemi sa ma ofër bashkëdhetarëve tonë, ku në atë rast nga e hëna deri të ajten i kemi pa ditët e lira, sa që muj me thonë një periud, një mujore në Zvicër që isha, unë e kisha dhe vlana atje, nga e hëna, deri të pramten s'kemi lonë vend ku m'pa shku. Tu përfshi diskoteka, tu përfshi se dhe a i ka qenë DJ në Zvicër, do me thonë, kemi frekuentu shumë të pramten, që shtunat dhe të djelen i kemi pat koncertet tona. Edhe kemi mbajt koncertet. Tani nuk është që mund të rhek ndo një gjë që, ose të m'kam bet peng, pa e realizu se pa e shiun, në periudën kohore, ose në Evropë, ose diaspora në përgjësi, Skandinavi, e ku e dione. Tani, kur e shoh Elona që kërkon me shku dikona, se unë i thamë, po, është ky vend, e thëtë, ke qena, se nuk është që ju thamë, kemi qenë, kemi bus, kemi bo. Parë muhabeti nuk e potencaj. I thamë, po, se në periudën time, këtë periudë, po. Po thëtë ti tash nuk i ki ato kërkesa, nuk i ki, kum të i kalun, do me thonë, jo më gopë, se njeri do të me kërku gjithmonë diqka ma shumë, po, sinqerisht, nuk është që tani më kam betë ndo një peng, ose diqka. Me rastin tim të aksidentit, janë shumë sanë që nuk më varen piteja.
kanë bet këngë të paincizume, të finalizume komplet në përjashtim vokalit tem. Dhe me thonë, kanë bet shumë projekte të cilat po mvaren për me, po që nuk është në dorën time që unë muj me vendosë, muj me realizu në këtë periudhë kohore, ose ka me zgjatë edhe kaq dit, ose kaq muj, ose që sa është në pyetje. Nuk është që e kam një diçka që më kam bet peng pa e realizu, po ju mundu mi qutë gjitha paralelisht. Muzikën, profesionin si ekonomiste, familjen, dhe mendoj që jam në ujrat të mesëm, të patrubulluara, dhe duke i quar të gjitha paralelisht. E përmendë dhe atë periudën që është para luftës, ato udhëtimet, koncertet në diasporë, si ka qenë ndoshta ajo mikpritja, atmosfera, atër koncertet? Kanë qenë shumë të mira, kanë qenë interesant, kanë qenë gjithçka live, kanë qenë, kemi qenë ekipe të ndryshme, ku e kemi njoftë shumë mirë njëri tjetërën, sepse thuhet, në mas mirë njët njëri kur je jashtë vendit tëndë dhe afro shumë me njerëzit që ti i ki në ekip. Kemi kalu mjaftë mirë, sur që kemi pat në jarë ndo një incident, jemi dakurdu qoftë për këngë, qoftë për rënditje, qoftë për përgatitje, qoftë për paraqitje, do me thonë, krejt kemi qenë të dakurdu. Është interesant që shasë nësë ka dalë me thonë, jo nuk banë kja, po banë. E realizojna. Okej, shkojmë në prova, mrim në salë një orë, 2 orë më herës, që kemi me fillu me koncertin i cili ka qenë i lajmërum, jënë montu orkestre, jënë bu provat, jënë dakurdu gjanat, edhe ka ditë se cili punën e vetë, gjën e vetë, rënditjen e vetë, ka qenë fantastike. Mande pjesa tjetër, komunikimi, ose takimi me vëllezër dhe motra që i kishim, ka qenë fantastike. Pavarësisht i njoftëm dhe si njoftëm. Tu jashtu këto edhe familjarëve tonë që i kemi në diasporë, e aq më tepër edhe shoqëria e cila në periudhën time kohore paramendone në shkollën e mesme dhe fakultetin 2 vite i kemi kryer në depo të shtëpiave dhe magazinave të ndryshme. Mush me marrë me men çfarë periudhe kohore ka qenë. Pastaj e kemi pasur shumë probleme mësues sepse është dashur me një libër ose me shkrim që ka shpjegu profesori, të mbajmë shënime dhe kemi sill ato në përshoqëri për me mësu. Për më pyet në shkollë të mesme, për me hyrë në provim në fakultet. Ma të vështirat kanë qenë lëndë numerike, matematika, statistika, lëndë të cilat kanë pa detyra. Sepse hecke profesorin me tabelën në detyra dhe na e kishëm shumë problem, se si kishe banka, po kishe me shkru në pranë, fletorën këto edhe me përcjella dhe me shkru. Kjo ka qenë periudha më e vështirë. Tash kur një pjesë e shoqërisë dul dhe emigrojnë në Evropë, kur vishin ata dhe na vizitojshin në koncerte, ka qenë fantastike. Ende po besoj që mbani shumë kontakt me ta. Një pjesë janë kthy, një pjesë kanë biznese, e frekuentojnë Kosovën edhe Londrën, Skandinavin, në pikat ku ata janë. Disa janë kthy, takomi shumë shpesh, komunikimet gjithsesi pa diskutim. E përmendët muzikën, ekonominë dhe familjen, që jeni mundu që të treja po të mbani kështu gjithmonë një vi, po sa ka qenë vështirë me i balancu ndër vite? Ka qenë e vështirë se për shembull fillime në paraqitja televizive, sikur e mund rrohen me telebingon, me teleshon, me quizet, me emisionet të cilat edhe ishin live. Në periudhën kur kemi qenë, nuk është që në realizu dhe shumë emisionet live. Unë për veti du shumë emisionet live. Janë shumë ma spontane, më duket që e lejon gjithçka, do me thonë edhe nëse rëzosh bre që aty, e lejon se ndodhe, je vetë vetja, sikur në jetën e përditshme. Me këtë pjesë isha shumë e fokusune dhe ishëm shumë të fortë. Pastaj erdhi periudha që mu më deshke ta vazhdoj fakultetin, pavarësisht që 2 vite i kisha kalun në periudhën e para luftës, tani fatmirësisht shpëtu nga lufta dhe unë dëshirojsha ta vazhdoj fakultetin. Atëherë fakultetin UP ishte ma vështirë për shkak strikt të ligjeratave, periudhës kohore të termineve të ligjeratave. E tani këto e kisha ma të vështirë pjesëmarrjen në gjitha gjërat, aktivitetet që u dashke për paraqitjen televizive. Sido që tjetë,
në orë të vona, unë jam njeri që mësoj natën, në orë të vona. Do me thonë ditën, që ato që mësoj, unë nuk e kam shumë të vështirë me mbajt man. Atë që kam mësu gjysore para dite, për 10 minuta 15 mramja e kam shumë okej, a që më vynë ko. Edhe, kur u martova, ishte edhe emisioni i Televingës, e bënëm një pjesë të drejt për drejt, deri sa shkum në restoran. Atëherë, veç erdhe dhe momenti, mbeta 7 zonë, erdhe në jetë Elona, atëherë fokuse ishte të Elona. Pavarësisht që Elona në kom lonë 2 muajshe dhe kom shku në mramje rinore në Gjermani. Po ishte në ditë të shkurta, 24 orë, 28 orë dhe jam këthy. Nuk kanë qenë sigur ato për para një mujtet edhe shkëputje totale për një mujtet. Atëherë e kisha shumë të nevojshme fakultetin, se isha dhe në marrëdhënie pune, edhe do me thonë, si u shkëputa pak nga muzika për arsye të familjes dhe fillova të mirëna me ekonomi, me profesion time. Pastaj këto i quva si paralel. E finalizova fakultetin, fillova me disa këngë të reja, pastaj filloj edhe odoni emisione, pjesëmarrëse edhe aty, nuk është që nuk ta merr kohën edhe ajo pjesë. Orari i gjatë i punës ditore, 8-5:30, do me thonë, varet veç kur lirohesh për i punëve që kërkohen të përfundojnë. Atëherë, bita 7 zonë dhe erë në jetë kane. Atëherë vendosa ta vazhdoj masterin. Pushimi Leonis. Rritje akademike. Tu mësu fix. Atëherë pashtë arsyeshme të vazhdoj në rritje profesionalisht dhe mbarova edhe masterin. Kështu që për ata po thom ju mundu mi që paralelisht, sepse përjashtim që është kriju familja dhe faleminderit Zot që janë, në anën tjetër e kisha fokusin edhe e kisha kohën kur fëmija ishin gjumë të mësoj për vetën time. Edhe kështu si e gjeta një formull timen që mu përshtat shumë. Në atë periud kur ke qenë ndoshta pak më largë projekteve muzikore, televizive, kush kanë qenë ata persona që pak a shumë të kanë bë presion që me u kthy më shpejt? Nuk është që unë bëjshën presion kërkush se e pajshën prapë që unë jam të umarë me diçka. Unë nuk jam të najtë këtë, a më kuptan. Edhe nuk është që unë bëjshën presion, ku je mete ose qka je ka banë. Po, më të arroj këtu që tani sezonën verore, unë isha shumë aktive në mramje, në dasma, edhe si unë plotësoj ke kjo pjesë. Mandej rritët sociale e bënem dë vetën. Ishe non-stop pranë njerëzve që ty dojnë, që ty të ndjekon. Edhe si ta kryon për shtypjen që prej se s'ki nevojë edhe me bo kangën, apo më kuptan, se unë jam non-stop me ata cilët po më dojnë edhe kam respekt për ta edhe i du, pavarësisht asaj, do me thonë, si ta upina ndjesin që po ka një arru shumë interesant. Mundosh me kriju një diçka, një ide për kongë, po se që s'dvjan, nuk dvjan. Nga njerë, se që jetu najtë edhe lind një ide, edhe dhez, do me thonë, është motra kalablak, kështu ka lind. Se ishëm të nada, po, ishëm të nada, kjo është kongë dasmave, që për shambull, vajzat e dajve të mi, e kanë kënu në dasmat e vllaznive të mi. Edhe, më letë shumë të nana, ishëm vajza, na jena 3 motra, po i kishëm edhe vajzat e vllaut të motrës madhe, edhe kur i pash një aze, motra kalablak, po e pritë është një kongë motrat kalablak, edhe aty ka lind ideja, edhe me Mirin e kemi punu të Fatos Sanolli, edhe si e kurorzum si kongë. Pasaj ma vone kemi bo edhe duet me Mirin, do me thonë, ka njëherë, adina e fjalla popullore që thonë kur të është kismet, edhe boat. Kur së është kismet, lodhe trunin, shkrije trunin këtë, nuk bohet edhe pas bohet. Në aspektin profesionali një kuptum gjithmonë edhe me Mihrien? Shumë. Me Mihrien... Pas pikat përbashkëta? Shumë, po. Besa unë e shumë shpesh, kur këmë dash diçka, i këmë thonë, Mike, kam një ide, qka për ta merë manja? Banë, zbanë, kisha hek, kisha ashtu, apo të përshtate, s'po të përshtate, do me thonë, i kena ato bisedime tona. Pasaj vjen pjesa tjetër që i pysum edhe tjertë. Për shambull, unë e ka njëherë pysë edhe Elonën, pavarësisht që s'miret me muzikë, po e më intereson gjenerata saj edhe mendimet e tyre, që e quajnë mindset e tyre, çka po shohin edhe çka po pranojnë. Shpesh me jap mendimet edhe kritikat, thotë jo, unë që të s'po më pëlqen, ti po thu, po të pëlqen vetja që shponi është, po veç ta dish si që kërka nuk je, do me thonë...
E drejt për drejt. Atëherë vendas, apo do më dok në syrin e të tjerëve që apo të thët Elona ose të tjerë, apo do më një në atë komoditetin tanë, qysh t'i penin vetën, se ka njëherë krejt dynjaja më të thonë, s'pon pëlqen që shpodok, është qa që t'pëlqen vetja, sa që s'do me ndru. Po ka njëherë krejt thonë një shumë mirë, qa që t'ka pëlqy vetja, sa që unë jam kohëve të fundit që ashtë, së shkam pëlqen vetja se jam të vesh me shumë sportive. Po do kësh mirë si gjithmonë, prapë, se që është dhe kjo energjia jote që të përcjell gjithmonë. S'po di vala me këtë korsetin edhe unë edhe së shi kam roba sportive, me ta thonë të drejten, kryesisht kam roba zyrtare në shpe. Dhe për një vikend, kur frekuentoj familjen e këto, bëj zgjedhje qof farmerka, qof pantolla, qof diçka po. Edhe tash kur më rastis puna, sepse vendosja këtij korseti, dush me pat kujdes edhe pantolla që shi përthekan. Do me thonë mos foli për gjana të tjera, unë e kisha problem me bëj zgjedhje dhe alternativ për veshje. Problemi ardhë kur unë fillova me dalë në punë, sepse në punë e kemi kodin e veshjes. Pavarësisht asaj, ata kanë qenë shumë të mirë kuptueshëm edhe nuk është që mu më kanë bënë ndonjë problem. Po one nuk jam të ndi mirë. Për shembull, në rrethin e tonë, në zyre kur jena krit jemi veshun zyrtar dhe unë jam veshun si me dalë me veç topi po më kanë. Tash ka qenë diçka që ka ndodhur sot ditë e diel, tamam jemi përshtat kështu me ambient. Po, bash. Ama domethënë nuk është e natyrës tam, apo më kupton. Edhe tash kur po më shohin këta, mami çfarë do më madh se për shembull e kam edhe fazën që son matna, do të më misi dikosh edhe për me mujtë më matë. Edhe one, po matë si zakonesh, po cëllat, se si në ato ditë, po amin një palë që aty të i matë. Kjo të këshirë mo? Jo, po do na mi matë ato që i kam matë të letat, për futjen e kam për sa ma letë, sepse janë ato që janë si qorapa, me skiqerza me këse, nuk po mbojmë punë, se të vështira mi matë, pastaj problemet dhe tjerë që po mi mbathen. Dhe kum kalu me një fazë që nuk po du më ndimu më dikosh mu matë, ose mi mbath qorapat, ose mu vesh, sepse kanë qenë ajo fazë që mu kanë gjinë shumë, mu kanë një mu prej as dhe në zhë, si të arsi një fmi të vogël, dhe tash po du mu pavarësu vetë. Me atë sa mu ma dëron shpina, sepse edhe mjeku më ka thonë. Deri këto e thët mjekësia, tash e thët simptomat e trupit tanë. Dëgjoj e trupin tanë, që ka po të thët, edhe në momentin që i dëgjën dhimbjen, nalesh aty, s'vazhdon tutje. Edhe unë jam të e bua ato. Po mundosh me ndezri. Në momentin që pesha, po du me marrë diçka, po më dhamë që, jo, pelus, po bajka. Nuk po bajka. Edhe kështot, por që... Ka pas nevoj nësha dhe trupi pak për një pushim, sepse është mësu Lora gjithmonë me qenë shumë aktive, me punë, Adin që më ka thonë Mirja, do me thonë Miris nuk i këmë të regu në momentin që ka ndodhë, deri kur u marrë vesh kritë që ka ndodhë. Isha në emergjensë, ardhe dhe Naime, ishëm edhe Arbeni, edhe do me thonë krejt kjo u kurorzu, dhe që u bo, ma solën korsetin, ma vendosën se ishte pak problematike me vendosën, pozitën që isha unë, se kjo vendosë ke shumë letë, po edhe kur nuk bjen asë njëherë me përdor, si cilë fillim i ka vështërësit e veta. Edhe krejt kur rrë në shpe, e kuptojnë Mirja, edhe kur këthejna në shpe për i lodhjes, më qëtësohen pak dhimt edhe më zanë gjume. Ka qenë shumë interesant, këmë po dhimë shumë të forta. Në momentin që pak më kanë alë, më kanë zonë gjume. Edhe këmë po gjumë, do me thonë, këmë po gjumë shumë që regullt, ditë dhe natë te për të që regullt, do me thonë më ka dirigju gjithë ka dhimbja dhe pushimi e dhimbtës. Pak se më kam pushu në këmë kolabu në gjumë. Edhe ka ardhë Mirja me Naimin në shpe, me na po për herën tjetër se Naimi ishte edhe gjatë ditës. Edhe o më shqyqoj Mirja dhe më tha, s'po muj me marrë me menalo, ama nërë se ke pat nevoj me pushu. Do me thonë. Edhe i thash unë, evo, që shtu kus nalesh edhe s'di mu nalë, se ka ndodhë një dila më ka thirë qaj të boj, thash që dila sa të pushu, tha, se që me nuva i të punu, se ty sarë thirë, më thu jam të punu. Jetë të po diçka. Po, jam të po qëta, jam të po qëta, dhe ma ke kriju për shtypjen që ta në kohën jenë në punë diçka të po. Pusha, thash. E tash pusha, po. Edhe pas një kohë i thash, a përshë që më ka but i te për kjo pushime, do me thonë, ama njeri është i krium, ashtë, gjithë shka që ka lanë në përdiqëmëri për një periudhë të gjatë kohore, nuk është do më zdashme, për që ata janë pushimet, ndryshim ambiente. Fatë mirësisht një sfidë që po të i kalohet, kur e përmendem më herët edhe pjesën e Mitrovicës, asaj periudhës edhe me
nënën, me daj, me fëmijë të shumt, sa ndoshta sot është e vështirë për juve edhe me vizitu Mitrovicën? Okej, kohë me shku? Është e vështirë në atë kuptimin që sa jam Prishtinë, e thamë, du me shku në Mitrovicë, se e di që kom o knaqë. Tu shku në Mitrovicë, filloj mërzitna se e di që së është as baba as nora. Si do që tjetë jemi në atjertë, po e vrej atë mungesën, sepse është interesant. Tu shku rrugës, se që është ka plën ajo ndjesia, është një gjë e papërshkrueshme. Do me thonë, në të foli, ditë në atë zdimi amnen, e plot, mujmë të apë, për radhë diçka që avë ndodhë, po jomë një amërtim të sakt, qka është ka ndodhë. Edhe fillime, deri sa filloj më ullë edhe me kap një muhabet, e kam shumë të ronë. Pastaj se që ambientona, së është jetë që nuk mund është me gjbonë. Në anën tjetër jam tip që unë e si t'hi në barë në shpe, folim me tonet larta, i thire, që cilën së zhanë a barë, që s'ka dalë, unë e thire. Tash, a jam fëmija vlat, ose vlat diri sa ka dalë, ose më barit kush ma ka hap derën, da me thonë, unë e gjithmonë, këtë pjesë e kom pa gjithë, nëse ka nërë pi bashës, i kom thonë, ati më bashës, unë përren këtu mi ndreq lula, do me thonë, gjithmonë e kom gjithë një koment, një diçka që kom fojë, sa që e di në erë, nëse a vlat, unë ka thonë, kur vjen, se që gjallënohet kjo pjesë akne se njët zhurma, do me thonë, sinqeresht edhe me fëmijë një harmonie? Ju më konë që si ti be gjithë. Tane, nëse thamë se di, a e kumë trashëgupi dikujt, nuk me thonë, por që edhe të dajt kur kumë shku, në momentin kur kumë hy në bërë të dajt, është zonë malore, është në Staritër, rrugës për Bajgor, dhe pozicioni shpijave tyne me derën e hymjes të borit, ku e kanë, janë kështët. Edhe kur unë e kumë hi këto, e di që doja, ka dalë për balkonet, edhe më ka thonë gjithë shka. Dere sa ju më shku. Edhe tani, ajo ndjesia e pjesës malore dhe muhabetit për meni, që apo të thotë, se din është aprit vogël, më ka ofru kjo edhe si e kumë pëlqy edhe në karakter tame. Edhe më beson që edhe tash ku shkoj të dojt, edhe me bu me pot musafir dje, na me dojën e kena këtë muhabet, s'na ndryshan. Është energjia njëtë. Ishëm para disa dite në një të pa me një rast familjar edhe unë levëm krejt. Në mesin tonë ishte edhe djali Agjës, nusi atina, motra madhe me burë, ishëm krejt qifte. Edhe kur dajtëm na, dollëm prej grave, ata burrat që shekrynë më shumë shpejt, ata veçinave dalin, a veç disat hina, ata e krynë atë muhabet, se që kishin shku të vetura dhe dojshin me shku. Ishëm Mitrovicë. Edhe me të kesë smita mu përshëndet me djallin a Agjës. Edhe këta ishim përshëndet të gjithë, edhe i thashun e pritë se du me shku më përshëndet. Qa që kena bo zhurën ta i veni veturës. Kur u ktheva i thash Elonës, isha me Elonën, edhe Mirin e kisha afër, i thash une, se që kam qef me bo zhurën. Më tha Mirja, unë e heq. I thash unë falja ma mbylli veshtë. Kontrast. Kërejt kontrast, do me thonë. Ama mu ma ke para fjallën e djali Agjës edhe a i njejt ma kthejke. Do me thonë, i thash une ku jetu shkut, po ku jetu shkutina pa fol. Tha zdi, thash, po mos është marë, ajo shumë a i vjetër se one, po e kom që të muhabet ma ta, kështë që e kemi pa doza. Për ata po thamone nuk mu i menajt qetë, nuk mu i menajt se si janë vetë-vetja, nuk mu i menajt nërvaz se si janë vetë-vetja. Do me thonë, në momentin që janë krejt gjanat në vendin e vetë, i na të bu muhabetësion e ti këto, po pëse do na menajt mëre, nërvaz ose i hesh, do një vla, po i kesh knaqo. Do ashtë pikrisht me këtë mesazh shumë të bukur nga energjia jote pozitive, po e përmbyllim këtë bisedë, po shpresoj që do të kesh një rikuperim shumë të shpejtë dhe të rikthehesh me këtë ato aktivitetet që i ke të përditshme edhe s'mundesh pa ato të njëjtën kohë. Shumë faleminderit, për një periudhë kohore do të mungoj akoma. Nuk pe di sa, se më varësisht prej vizitave dhe kontrollave që i kam, por me që kumë përparu për të mirë, kështu që të tjera të harrojmë, besoj që do t'jetë veç një periudhë kohore si një andër e keqe, kështu që faleminderit juve për ftesën. Veç dimi o thonë të gjitha vajzave, nanave që hypin alë kujdes, se one kur pisho tash, do me thonë ku marrë traum. Nuk është gjithë shka pastërtia, nuk është gjithë shka ta kry se zbanë, ose si e mirë leje. Shëndetim me gjitha. Shëndetim me gjitha dhe u kry. Po, kur te ki qkrume, nuk ki ka ik. Po, faleminderit shumë edhe njerë. Shumë faleminderit.